normal. Mirë, kur jemi të kjo lidhja speciale kështu me prindrit, a ka qenë rëndina zgjedhura e prindërve, specifikisht dhe babojt, kundrejt vajzave të tjera për basketbol? Po miroj për basketbol, ndoshta pak që ajo ma shumë na ka lidh mua dhe babin, për sa i përket sportit, po jo, të trijat jemi shumë të lidhura me prind, edhe jemi shumë të lidhura motrat me zveti. Shumë, shtu që nuk ka noj dallim shumë madh, edhe se motrat e mia nuk kanë qenë shumë të ajo e sportit, ma shumë kam qenë unë që ajo ka qenë pak lidhja ma e fort me babin. Po për ndryshe, krejt jemi njëjtë. Edhe jemi të lidhun shumë me zveti. Edhe kjo është e bukur harmonia familjare mbi gjithë. Po. Ti besoj e ke përcjell këtë edhe në familjen tënde, tash e ke kriju. Po, tash edhe unë e kam familjen tëme, po me 2 fëmijë, me vajzën tëme Leën, që është 8 vjet, edhe me djalin Ronin, që është 6 vjeç. Me jetë gjatë. Falenderit, jemi një familje. Mirë janë shumë gjallë, shumë energjik. Të dytë i kanë ato karakteret të ndryshme të vetat. Vajzën e kam shumë ambicioze, po edhe djalin njëjtë. Edhe janë ka nevoj shumë për kushtime dhe me u marrë me ta non-stop, se kanë kërkesa shumë. Vazhdimisht. Të kujtohet vetja për shembull kur ke qenë fëmijë dhe mundohesh me thonë që unë si kam pas këtë kërkesa? Ndonjëherë, po mami më thot gjithmonë që qika vajza është komplet si ti. Unë kam qenë që ashtu njëjtë, tash vajza jam është e njëjtë, edhe unë kam qenë shumë energjike, shumë kërkuese, shumë, kështu që tash siç po duket edhe vajza po ma nxjerr mu krejt ato që unë një mënyrë i kom bu mamit. Sa i përket basketit? Kam privje? Për basketbol, unë shumë kam dëshirë me u marrë të 2 fëmijët me sport. Edhe vajzën po e shty edhe djalin, edhe vajzën na drejtim. Vajza është marrë me natë, edhe tash së fundmi, edhe për shkak kësaj kom fillu edhe unë i kom ushtru vajzat e vogla të klasave dyta, që është veç basketbol klasa klinike. Kështu, edhe me shty edhe vajzën teme, për hatër kësaj kom fillu edhe i kom ushtru një sezon, dimror në Amerikë, klasat e dyta, krejt vajza, për shkak kësaj, se po kam dëshirë që edhe ajo, asaj i pëlqen basketbolli, po nuk është tip që ndëgjon shumë, do në vetë. Ajo kishtë që e veç me shutu, pak i përngjon gjyshit vetë. Se babi kur ka lujt njëjtën njëra i ka qenë për shut, edhe me shutu sa ma shumë, jo me lujt edhe me tjerë. Dërëntin, kam dëgju shumë shpesh që të tjerët që jetojnë për shembull në Amerikë, më saktësisht në New York, ashtu si që jetoni edhe ju, thonë që fëmijët nuk rritën atje. Sa është e vërtet? Rritën fëmijët? E kanë një tarme të sigurt? Kanë fëmijëri të shëndetshme në New York? Po mendoj tash për rrethin aty ku jetoj unë edhe ku janë, po mendoj ki rritën shëndetshëm, është pak më varet edhe prej prindit, normal, po me aktivitetet të ndryshme, shkollat janë mjaft sigurta në pjesën ku jetoj unë, po mendoj, edhe aktivitetet të ndryshme, angazhimet të ndryshme me fëmijët tjerë, jetën sociale, nuk është krejt komplet jeta sociale që është në Evropë edhe në Kosovë, po është shëndetshëm. Diversiteti e ka bërë vetën kuptimin e mirë të fjallës, apo më pak të mirë? Ndoshta më pak të mirë. Rezervohet. Në këtë anë. Me gjitha dhe ka jetë në Amerikë? Po, ka jetë normal, pa tjetër, jetë edhe po mendoj mundësit janë shumë të mdhaja, sidomos për fëmijë, për shkollim, për karrierë.